Imunizimi pasiv është ai kur u themi fëmijëve që le të luajnë në kopësht edhe me duart pistë fusin. Që ata nuk sëmuren direkt, e marrin në grimca të vogla, qoftë virusin, qoftë bakterin, dhe krijojnë antitrupat në vazhdimsi në një kohë të gjatë. Dhe kur doli vaksina në qarkullim, ishin sëmurur 95% e spitalit tim nga mjekët. Unë kisha afërsisht 10 apo 20 pacient në ditë me Covid që i trajtoja në spital të Durrësit, që futesha te ta, rria me ta, bëja muhabet me ta. U jepja ndihmën e parë ose ndihmën e fundit. Që bëja manovrat kardiorespiratore kur ndronin jetë dhe nuk u sëmura. Unë nuk jam sëmurur kur asnjë ditë me Covid. Nuk e di çfarë është Covid. Mirë, mos është e njëjti grip që po kalojmë tani? Ndoshta, çdo lloj virusi, sidomos kur është i ri, është vala e parë sepse është virusi origjinal. Nëse virusi fillon bën mutacione, atëherë fillon edhe bie. Ajo është vdekja e virusit. Sa më shumë të ndahet kodi i tij gjenetik, aq më shumë i degraduar është dhe aq më pak fuqi patogjenike ka. Babi im për shembull e ka bërë. I ka bërë të treja vaksinat. Mami tha, po se bëre ti nuk e bëj asun. Edhe se bërja jo. Babi tha jo, unë thamë do të gjoj shtetin, se shteti e thot se babi im është kështu nga këta tipat e shtetit. Të treja dozat që i ka bërë me 3 vaksinat të ndryshme. Mirë është me shëndet. Shumë mirë, ka lënë të lirë, i thash, bëj ç'të duash. I pata thënë, do të të ndihmoj që të gjeja, jo, tha se njësoj jam, po i ka miratuar shteti, tha, jemi rregull, edhe Kinezja, tha, pse Kina çka ka, ai Kinë është